Maska natyrale që zhduk pikat e zeza në fytyrë për gjithmonë. Shenjat kafe në fytyrë dhe pikat e zeza janë një problem i vazhdueshëm i femrave. Sa duket sikur e kthejnë në një makth. Nëse keni kohë mund të realizoni në kohë një maskë të thjeshtë me pak produkte të cilat mund t'i keni në shtëpi. Maska realizohet me kivi, vaj ulliri dhe sheqer. Për këtë do ju duhet një kivi, një lugë vaj ulliri, 2 lugë me sheqer. I përzjeni të gjitha përbërësit, sheqerin dhe vajin e ullirit dhe më pas shtoni ullin e kivit. E aplikoni në fytyrë sa masa t'jetë e nevojshme, gjithmonë duke masazhuar lëkurën me lëvizje rrethore me mollzat e gishtave. Këtë masë e bëni 2 herë në javë për të marrë rezultatet e dëshiruara. Pjesën e mbetur mund ta ruani në frigorifer dhe ta përdorni sërish sipas nevojës suaj. Është e rëndësishme që nëse jeni alergjik të mos e përdorni dhe të tregoni të kujdesshëm edhe në trajtime të ndryshme që aplikoni në lëkurë.